Ebu Dher el Ghifari. Nuk mbajti toka e as nuk njohu qielli njëri më të drejtë se Ebu Dherin, Muhamedi a.s. Në luginën Vedan, e cila e lidh Mekën me botën e jashtme, jetonte fisi Ghifar. Fisi Ghifar jetonte me ato dromca të vogla të tregtisë që mbartnin karvanet e Kurejshve duke shkuar në Sham apo duke u kthyer prej tij. Ndoshta jetonin edhe nga plaçkitja e këtyre karvaneve, nëse ata nuk u jepnin atë që dëshironin ata. Gjundub ibn Gjunadete, i njohur me ofiqin e Budher, ishte njëri prej bijve të këtij fisi. Mirpo ai dalloi prej tyre me guximin, mençurinë dhe largpamësinë e tij. Ai me plot keqardhje i shikonte pjesëtarët e popullit të vet që i adhuronin idhujt e ndryshëm. Ai shikonte me përbuzje besimet në të cilat besonin arabët për shkak se ato nuk kishin kurrë far vlere. Ai priste paraqitjen e një pejgamberi të ri, i cili do t'u ambushte njerëzve mendjet edhe zemrat dhe do t'i nxirrte prej errësirës në dritë. Pas pak kohe, derisa isha në shkretëtirën e tij, Ebu Dherit i arriti lajmi i paraqitjes së pejgamberit të ri në Mekë, e ai i tha vëllait të vet, Enisit: "Shko deri në Mekë, studio lajmet e këtij njeriu që pretendon se është pejgamber dhe thot se atij i vjen shpallja nga qielli. Dëgjoj disa prej fjalëve të tij dhe më sill diçka prej tyre." Enisi shkoi në Mekë dhe u takua me të dërguarin e Allahut. Dëgjoi prej tij, pastaj u kthye në shkretëtir, ku ishte duke e pritur me padurime Budheri. Ai e pyeti me plot dashuri për lajmet e pejgamberit të ri. Enisi i tha: "Betohem në Allah se pash një njeri që thërret në moral të lartë dhe thot fjalë që nuk janë poezi." Ebu Dheri atëherë pyeti: "Ç'thon njerëzit për të?" Ai u përgjigj: "Thonë se është magjistar, fallxhi dhe poet." Ebu Dheri tha: "Betohem në Allah se nuk e ke shuajtur etjen time e as nuk e ke kryer porosin time. A pranon të kujdesesh për familjen time, unë të shkoj atje dhe ta studioj çështjen e tij?" Enisi tha: "Po, mirë po ki kujdes me njerëzit e Mekës." Ebu Dheri u përgatit për rrugë. Mori me vete një kënat të vogël me ujë dhe të nesërmen u nis në drejtim të Mekës. Dëshironte të takojë me pejgamberin a.s. dhe të studionte vetë çështjen e tij. Ebu Dheri arriti në Mekë i friksuar nga banorët e saj. Ati i kishin arritur lajmet e hidhërimit të Kurejshve për përbuzjen e zotrave të tyre nga ana e pasuesve të Muhamedit. Për këtë, ai nuk dëshiroi të pyes askënd për Muhamedin, sepse nuk e dinte se njeriu që do ta pyeste a do të ishte prej pasuesve apo kundërshtarëve të tij. Kur erdhi nata, ai u shtri në Qabe. Rastësisht kaloi aty pari Aliu radiallahu anhu, e njohu se është jabanxhi dhe i tha: "Eja tek unë o njeri." Shkoi me të, edhe atë natë kaloi tek ai. Në mëngjes e mori kënatën edhe janxhikun e tij dhe u kthye në Qabe, duke mos e pyetur njëri tjetrin për asnjë send. Ebu Dheri e kaloi edhe ditën e tij të dytë, duke mos u njohur me pejgamberin a.s. Kur erdhi mbrëmja, i mori sendet që kishte me vete prej Qabes edhe pranë tij kaloi Aliu radiallahu anhu, i cili i tha: "A nuk ka ardhur koha që njeriu të di shtëpinë e vet?" Pastaj e shoqëroi deri në shtëpi. Bujti përsëri natën e dytë dhe nuk e pyetën njëri tjetrin për asnjë send. Natën e tretë Aliu i tha shokut të vet: "A më tregon ç'të solli në Mekë?" Ebu Dheri i tha: "Unë erdha në Mekë prej një vendi të largët. Dëshiroj të takohem me pejgamberin e ri dhe të dëgjoj diçka që thot ai." Shenjat e gëzimit u dukën në fytyrën e Aliut radiallahu anhu e i tha: "Betohem në Allah se ai vërtet është i dërguar i Allahut, nesër në mëngjes eja pas meje. Nëse shoh diçka prej së cilës kam frikë për ty, unë do të ndalem. Do të bëj sikur dua të derdhuje, nëse vazhdoj, përcjell-më dhe hy aty ku do të hy unë." Atë natë Ebu Dheri nuk i mbylli syt nga gëzimi, se do të takohet me pejgamberin a.s. dhe dëshira për të dëgjuar diçka që i shpallet atij. Në mëngjes Aliu nis me mysafirin e tij për në shtëpinë e pejgamberit fisnik, e pas tij shkonte Ebu Dheri, duke e përcjell hap pas hapi, pa shikuar as majtas e as djathtas, derisa më në fund hyn në shtëpinë e pejgamberit a.s. e Ebu Dheri tha: "Esselamu alejke ja Resulullah."
Paqja e Zotit qoftë mbi ty, o i dërguari i Allahut. Pejgamberi alayhis salam ja ktheu: Edhe mbi ty qoftë paqja e Allahut, mëshira dhe begatia e tij. Ebu Dheri ishte i pari që e përshëndeti pejgamberin me përshëndetjen islame. Pastaj ajo u përhape dhe u përgjithsua. Pejgamberi alayhis salam filloi të ftoi Ebu Dherin në fenë islame dhe ja lexonte Kur'anin. Aty për aty e shpalli fjalën e dëshmisë dhe hyri në fenë e re, para se të largohej prej aty. Ishte i katërti apo i pesti prej atyre që kishin pranuar fenë islame. Ja japim fjalën e Ebu Dherit të na tregoj pjesën e mbetur të tregimit të tij, i cili thot: Pas kësaj që ndrova me pejgamberin alayhis salam në Mekë, i cili mi mësoi bazat e fesë islame, më mësoi të lexoj disa pjesë të Kuranit, e pastaj më tha: Mos i trego askujt për islamin tënd në Mekë, sepse unë kam frikë se do të vrasin. Atëherë thash: Betohem në Allah, në duart e të cilit është shpirti im, se nuk do të largohem nga Meka derisa të shkoj në Qabe, edhe të përtas me tërë fuqinë time për thirrjen e vërtet në mesin e kurejshve. Pejgamberi alayhis salam heshti. Shkova në Qabe. Kurejshët ishin ulur edhe bizedonin në mes vetes. Shkova në mesin e tyre edhe bërtita me zë të lartë: O Kurejsh, unë dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, edhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ende pa arritur fjalët e mia në veshët e popullit, të gjithë u tmerruan edhe u ngritën prej kuvendimeve të tyre dhe thanë: Na e sillni atë të marr. U ngritën edhe filluan të marrajnë deri në vdekje. Aty më kapi El Abbas ibn Abdul Muttalibi, xhoxha i pejgamberit, i cili më mori në mbrojtje. Pastaj u drejtua atyre dhe ju tha: Me det për ju, a doni të vrisni një njeri prej Gifarit, kurse rruga e karvanëve tuaj është nëpër tokën e tyre? Largohuni prej meje. Pasi më doli klapia, shkova tek pejgamberi alayhis salam. Kur pase çka më kishte ndodhur, më tha: A nuk të ndalova që të shpallësh islamin tënd? I thash: O i dërguari i Allahut, kjo më brente thellë në shpirt dhe desha ta bëja. Atëherë më tha: Shko tek populli yt, lajmëroj ata për atë që e ke parë dhe e ke dëgjuar. Thirrji ata në fenë e Allahut. Me siguri Allahu do ta shpërblej ty për të gjitha këto. Kur të arri lajmi se unë e kam shpallur thirrjen islame haptazi, eja tek unë. Ebu Dheri pastaj vazhdon e thot: Unë nisa dhe arrita në vend lindjen time. Më takoi vëllai im, Enisi, i cili më pyeti: Ç'bëre? I thash: Unë e pranova fenë islame. Nuk kaloi shumë kohë dhe atij Allahu ja zgjeroi kraharorin e i tha: Edhe unë e pranova fenë tënde. Pastaj shkuam tek nëna jon dhe e thirrëm në fenë islame, e cila po ashtu e pranoi. Pas asaj dite, nisi kjo familje besimtare të thërras në fenë islame, duke i përballuar të gjitha vështirësitë derisa në fisin Gifar e pranuan fenë islame një numër i madh i njerëzve dhe filluan ta falin namazin. Një grup tjetër tha: Do të mbesim në fenë tone, kur të shkojë pejgamberi në Medinë, do ta pranojmë fenë islame. Po kur pejgamberi alayhis salam kaloi në Medinë, ata e pranuan fenë islame. Pejgamberi alayhis salam për këtë kishte thënë: Fisin Gifar e ka falur Allahu. Ata e pranuan islamin. Allahu i shpëtoft. Ebu Dheri qëndroi në shkretë të tirën e tij derisa kaloi betejë e Bedrit, e Uhudit dhe e Endekut. Pastaj kaloi në Medinë, ju përkushtua pejgamberit alayhis salam dhe kërkoi leje që të jetë në shërbimin e tij. Pejgamberi alayhis salam e lejoi të jetë në shërbimin e tij, dhe ai u kënaq me shoqërimin e tij dhe u gëzua që ishte në shërbimin e të dërguarit. Pejgamberi alayhis salam vazhdoi të japë përparësi atij mbi të tjerët dhe ta respektojë atë. Asnjëherë nuk ndodhi që të takoje të mos përshëndetet edhe të mos i buzëqesh. Kur pejgamberi alayhis salam kaloi në botën e amshueshme, Ebu Dheri nuk pati durim të qëndrojë në Medinën e ndritshme, pasi që ajo kishte mbetur pa zotriun e saj. Prandaj ai u shpërngul diku në fshatrat e Shamit edhe qëndroi atje gjatë hilafetit të Ebu Bekr es-Sidikut dhe Omer ibnul Hatabit radiallahu anhu. Gjatë hilafatit të Osmanit radiallahu anhu shkoi të jetojë në Damask dhe vëreti dhënien e muslimanëve pas begative të kësaj bote, e cila e abiti dhe e bëri ta gjykojë atë mënyrë të jetesës.
Osmani ibn Afani radiallahu anhu e ftoi në Medinë. Ai u përgjigj ftesës së tij dhe shkoi. Mirë po ai nuk e pëlqeu dhënien e njerëzve pas të mirave të kësaj bote, por edhe njerëzit nuk e pëlqenin qëndrimin e tij ndaj tyre. Për këtë Osmani e urdhëroi të transferohej në fshatin Rebdha, një fshat i vogël në afërsitë të Medinës, në të cilin u shpërngule dhe jetoi larg njerëzve një jetë asketi, larg begative të kësaj bote, duke u mbështetur në përvojën e pejgamberit alayhis salam dhe dy sahabëve të tij, të cilët e preferuan jetën e amshueshme nga të mirat e jetës së përkohshme. Një ditë prej ditësh, tek ai hyri një njeri dhe nisi të hedhë shikimin në të gjitha anët e shtëpisë së tij, por nuk vërejti asnjë orendi. Atëherë pyeti: "O Ebu Dher, ku janë orenditë tua?" Ai u përgjigj: "Ne kemi një shtëpi atje." E kishte fjalën për ajretin, ku e dërgojmë pasurinë tonë më të mirë. Njeriu e kuptoi qëllimin e tij dhe tha: "Mirë po, ti patjetër duhet kesh pasuri derisa je në këtë shtëpi, do të thotë në këtë dynja." Ai u përgjigj: "Mirë po, i Zoti i shtëpisë nuk na la në të." Emiri i Shamit ja kishte dërguar atij 300 dinare dhe i kishte thënë: "Përdori këto për nevojat e tua." Mirë po ai ja ktheu dinarat atij dhe i tha: "A nuk gjeti emiri i Shamit njëri tjetër, vetëm mua?" Në vitin e 32 sipas Hijretit, sahabi i devotshëm kaloi në jetën e amshueshme. Për të pejgamberi alayhis salam kishte thënë: "Nuk mbajti toka e as nuk njohu qielli njeri më të drejtë se Ebu Dheri."